Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, edhe pse nën mas sigurie nga SPAK, nuk i ka kursyer akuzat ndaj institucioneve të drejtësisë dhe qeverisë. Në një dalje publike përpara ambienteve të prokurisë së posaçme, ai sulmoi kreun e SPAK-ut Altin Dumani, duke e cilësuar mercenar të kryeministrit Rama dhe duke i rikujtuar një tjetër çështje të njohur si dosja Aruba, e cila sipas tij përmend edhe emrin e vet Edi Ramës në dokumentet e gjykatave belge. Bën që shqiptarët të mësojnë për Arubën nga prokuroria italiane, të mësojnë për Arubën nga gjykata belge, kurse ky llum njerëzor që ka integritetin e një kriminali fsheh një nga skandalet më të mëdha në historinë e një shteti. I them, natyrisht ky është një peng i parave të krimit që ka la dhe ka shtruar në pronat e tij dhe nuk i justifikon. Gjithashtu një dokument të policisë greke të datës 24 nëntor 2022, për të cilën pretendoi se vërteton dëbimin nga territori grek të qyqtares Irena Gjoka me akuzën e falsifikimit të vizave. E datës 24/12/2002, me të cilën policia greke vërteton se e ka përzan Irena Gjokën nga territori i shtetit grek si falsifikatore vizash. Pra, Irena Gjoka është futur në Greqi duke falsifikuar vizën. Këtu e keni greqisht dhe shqip. Për kthimin në shqip, kjo është gjykatja që gjykon dosjen e ish presidentit, ish kryeministrit dhe ish kryetarit të parlamentit. Këta janë. Megjithatë, përballë interesit të mediave, Berisha u tregua më i përmbajtur kur u pyet për kandidatin e opozitës në Bashkinë e Tiranës. Të garantoj që gjerë tani Partia Demokratike ka jo një, po të paktën 12 ose 13 kandidat. Të garantoj për këtë. Të lutem, se kush do jetë, do përcaktohet nga koalicioni dhe aleatët dhe jo vetëm nga unë. Sigurisht unë kam zërin tim, por këto do t'i merrni vesh në vazhdim.